Muito blá. Ai, ai, ai. Bëra gati, kam veshur fustanin më të bukur që kam bërë dhe zuri shi. Dhe kam vajt shumë më shpejt në dhomë që në orën 2:30. Se thash, e pash ishte vrendur koha, e thash unë do ja filloj shi, kështu që ta rinj të bëj një foto, zuri shi. Do një merë qadrë të gjim në i vend të bëjmë foto. Mërzita. Ta bëj? Po, vazhdo. Hapëra rretullon. Wow. Qa ke? Jo, më të qakojt së vazhdo. Qa ke? Kam aspirin me vete në qëse do. Hajtë se zuri shiu se kemi për të bërë dhe foto tjera. Në thoni pak si duke së kërë fustani. Ja pra, ha. Të përqenë fustani? Super. Është si bardhi që kemi parë të kemi. Çfarë fustani që është? Por, i kemi bërë me linon me pika. Më shumë më pëlqen ajo lulja që ke vënë. Lulja. Tregoja çik lulën. Wow. Si ja bën erga, wow. Këtë fustani. Po pra, kur të bëja foto, pse s'rretullosh ashtu? Ne, do të bësh edhe një herë. Po. Do të bësh disa foto. Po. Këtë fustanin e kisha ruajtur për këtu, domethënë. Bërëm për vajzat këtë fustanet dhe bërë edhe për vete, se do dilja dhe unë në ditën retro, por nuk dola si për fundit. Edhe e mbajti për këtu. E mbajta për këtu. Është shumë i bukur. Shikoni si është. Do na japësh pak kratë? Po desh. Atje sipër, se do të dalësh bukur. Të bëj një foto të bukur. Ha, si të thua? Jo, më zdo. Zdo. Kemi ardhur për të bërë foto këtë setin e ri, që është ngjyrë roz. Nuk është akoma gjendje. Do më thënë tani që shikoni vlogun, uroj që do kemi gjendje. Vlogut i kam shumë keq, sepse nuk i kam farë dhe më rrinë shumë keq. Kemi ardhe mbrapa, do më thënë, të hoteli janë disa ura që lidhin villat edhe është lezetshëm, do më thënë, dhe këtej duket si pyll, si duket bukur. Hello, është dita e parafundit, nesër ikim, kështu që sot është në pafundit. Koha është pak si e vrentur sot, ore mos bie gjithë ditën shi, se kështu e ka vënë. Por të paktën mirë, na ka mbajt, përveç dije që nga dreka dhe mbasditja rashi. Në përgjithësi ka mbajt. Po prezdonin tani, njerëz më kanë vdekur, më kanë sakatuar mushkonjat. Se kemi tim se si më kanë bërë. Nuk e di se kur jam mush, si kur kanë bërë luft me mua. Nuk e di si kur dhoma jonë është shtëpia tyre, është plot me mushkonja. Dhe pse jam ankuar në recepcion, që do ankuar se s'kanë që i bëjnë mushkonjave, po kanë ardhur kanë vendos ilaç. Por çuditërisht e dhoma që ishim të pjesa andej të godina familjare, nuk ka patur fare, nuk ishim fare probleme me mushkonjat. Madje tha shqyr të paktën se kam harruar blej ilaç, se ju e dini që unë jam fiksuar dhe gjithmonë mbaj ilaç me vete të mushkonjave, akoma dhe në Shqipëri, jo vetëm kur udhëtoj, këtë radhë harrova. Mushkonja tjetër. Krevati. Ishte madhe? Kara i gjak. Imagjino, gjaku im është. Imagjino. Po ti ke gjak, ne tjetë s'kena gjak. Mirë, jo, ti qetëso. Mua më kanë ngrënë më shumë.
Mua më kanë bërë copa, ju betohem, më kanë bërë copa. Kem të mia janë. Ne jena njerëz pa gjatë. Vazhdo. Hajde, mirë. As jashtë nuk ka që mushkonja sa ka brenda ndonjën. Po si Më mendon tek kështu shinja të mëdha mua. a? Më lën kështu shi. Ti mi lën. Po ja, më dhe mua, shiko. Kështu jam plot. E zinxhirin sa orë. Po shkojmë, po dalim, me që koha nuk është shumë e mirë, ka filluar po bi dhe shi, do një mori çadër edhe tha shikë ktheje se s'kemi që dojmë, po tani vëra pishman, do na duhet. Hajde, s'ka që s'nuk shkojmë. Vetë doni më? Ajo është e keqe, që s'vetë doni më, s'kthejet më. Hajde, s'ka që, edhe po lagën në plazh jemi, s'ka që. Ka kafele. E ka si çadër. Po, fix. Ja të dalim njerëz s'kemi dal fare dhe me që është dita e fundit të shohim Po e një gjiro me këmbë kështu. në qytet. E rreth. Këtu afër hotelit, jo se të shkojmë në një vend. Do lëvizim domethënë me makinë ose me autobus. Nuk kem. Do qëndrojmë sa të duash nesër në avion. 10 orë në avion, 11 orë tranzit në Frankfurt. Si do ja bëjmë, si do e shtymë, 26 orë udhëtimesh. Mirë do ishte të bënim në gjiro në Frankfurt. Dhe dhja të pyes vajzat e Noa Travel. Mirë që kam ato njerëz. Pse i besoj unë agjensisë Noa Travel kaq vite, sepse për çdo gjë që kam nevojë, direkt përgjigjen. Ju thashit edhe dhoma që erdhëm tani. Edhe mushkonjat erdhën i vrapën ato. Te dhoma që erdhëm, se në fillim të dhoma familjare pas kemi qenë shumë njerëz. Këtu ku jemi tani, që ka pafund mushkonja vdiqëm na kanë bërë copa. Por nuk ishim një organ. Kishim vetëm çarçaf edhe këtu, duke qenë se vazhdimisht është kondicioneri ndezur, levitosesh në dhomë. Dhe mund të thoni pse se fik, e fik po plas. Kështu që kishim vetëm një batanie në dollap, po bataniet nuk i duroj dot fare, jam si alergjike, si kur më ha trupi nuk i duroj dot, dhe në shtëpi nuk mbulohem kur me batanie. Do shta ma ato të butat, po me këto që janë si lesh nuk i duroj dot. Kështu që më duheshin pa tjetër një organ, vajta në recepcion, nuk bëra do gjë, fola me vajzat e Novës pastaj, ato u lidhen me email, u munduan 100 herë të flasin telefon me recepcionin dhe dje na sollën rob dishan që nuk ishim, na sollën shapka që nuk ishim, na sollën një organ që për mua ishte kryesorja, erdhën edhe hodhën dhe ilaç në dhomë për mushkonjat, por atje mushkonjat më duket kanë bërë foles se s'ka mundësi, nuk vdesin, vetëm doni sa mund të ketë vra. Donë se ku është këtu që mund të futemi. Edhe kështu. Ta erdhëm prap tani, që pastruan dhomën dhe i pam atje, i tregoj këmbët e mia që janë bërë komplet me puçra. I them asaj vajzës që jeni për pastruar, të lutem bëni diçka për mushkonjat se shikoni si janë bërë. Edhe i falem dhe bakshish dhe na solli ilaç mizash që ta mbajmë të dhoma dhe të hedhim vazhdimisht. Por, edhe këtë nuk e duroj do të fare, ma merë frymën. U doni në dhomë që bëri komplet dhomën, unë dola jashtë, dhe tani të urojmë, kur të kthehemi, mos kemi shumë mushkonja, që do ketë, po të paktën, shala ke vratë sa doni. Ku do shkojmë ne tani? Gjitha që në kanë mbyllur, Morëm taksi dhe erdhëm, ne i thëmë që duam të shohim qytetin, shohim gjatë, këna sullim qendër tregtare. Sikur jemi keq për të parë qendër tregtare. Nëse, hajtë se po shohim të paktën, qa është kjo farmaci doni? Mund të shohim për ilaç për mushkonjat. Sikur ishim keq për të ardhur në market, më donë. Ua, më ka caruar të. Janë frut pasione. Këtu janë, Nësë dhime dhe lekun e tyre. O, qinola. Këtë papaja,
Ola. Po 236 tek tyre pesos. Është tamam me lengun. Erdhëm të pishina, por koha shikoni thjesht dhe afusi një shi e sigurt. Erdhëm të kjo pishina që kemi poshtë domës, që kemi afër. Nata e fundit këtu, do shkojmë të të festojmë, vajtëm 90.000 subscribers. Më në fund, ju falenderoj të gjithëve ju që keni bërë subscribe, të gjithëve që më mbështesni kaq vite, shikoni videot dhe më suportoni gjithmonë në çdo hap. Ju falenderoj pafund, jam tepër mirënjohëse dhe vazhdojmë për 100. Doni ku do na çesh kur shkoj 100.000 subscribers? Mendojmë atë po. Shkoti njërë, thoj, Deri sa të vemi ati, kena po boll. Jo, inshallah. Jo, duhet të më ndihmoni të shkojmë 10.000 subscribers. 10.000, çfarë them unë? Do të thënë, edhe 10 të tjerë mi subscribers që shkojmë 100.000. Që të themi donit që mund t'ja dalim. Qose duan të më vonë mua në shpenzime, e bëjnë sa më shpejt ata. E bëni ju. Ndihmoni mua. Dhe ta dini ju ku e ndërroj unë të shkoj. Po zoti madhës. Uroj. Te vjeqja. Uroj që të shkojmë 100.000 subscribers, të paktën deri për ditëlinjën time, deri në shtator. Unë do mundohem fuqishëm duke bërë video dhe do ju premtoj që do vinë video shumë të bukura. Bajni mend. Dhe bajni mend që do shkojmë shumë më shpejt se në shtator 100.000 subscribers. Kam shpresë. Jam shumë e lumtur. Tani, duhet i themi atyreve të restoranti që kam vajt 90.000 subscribers, duhet më bëj një surprizë, një tort, një diçka. Duhet ta festojmë. Ose do ta festojmë në Shkodër kur të kthehemi. Gjithsesi do ta lëm pa festuar. Harrova t'ju them që në ndodhi. I kërkuam ne taksixiu që të na çojë në town, na çojë diku në qendër të shohim në një gjë. E ku na çovi në një qendër tregtare, që kishte vetëm një market. Plodhur. Tha merr dhe iku. Dhe tham ç'a të bëjmë ne tani? As internet s'kishte, asgjë, vetëm marketi, asgjë tjetër. Dhe kishte edhe një Burger King a KFC, nuk e di ç'a ishte. Nese. Edhe tha rrini këtu bëni shopping. I thash unë fali thash. Kjo është qendra. Qendra e kam fjalën qendra e vendit këtu. E më tha mua, futesh këtu, kalon nga ana tjetër, tha. Edhe ke plot dyqane, bën shopping dhe kështu. Them unë, po tani, nese. Atje na çovi, iku, shkojmë ne, si u futëm, dolëm nga ana tjetër, në rrugë dilje prap. Vetëm marketi ishte asgjë tjetër. Edhe kaq, dhe pastaj bledhëm disa snacks, prandaj nuk ju bëra vlog në supermarket, që të bëjmë video me snacks kur të kthehemi me snacks të vendit këtu, që ishin o nene moj nene, sa të shtrenjta. Ka nikur 80 euro vetëm me snacks. Edhe e keshja është se unë nuk di ata llogarisja lekun e tyre që është pesos dominikan. Dhe ishin shumë shtrenjtë. Më thënë 10-12 snacks vetëm 80 euro, shumë shtrenjtë. Uroj t'ja vlen, uroj t'jenë të mira, se asgjë nuk kam hapur, normal gjitha
do t'i hapim në Shqipëri bashkë me fëmijët, me Ilin dhe Agima. Dhe kaq, pastaj u kthyem dhe erdhëm këtu. Shikoni sa cute. Sa e bukur kjo që po berën atje. Rrova duhet i edhe pak këtyreve këtu sipër. Qa, krip? Pastaj shkojnë që ka përdoni këtu në fruta. Sot koha është super, sot që ikim ne dhe i them Donit, hajde shkojmë pak taj vendi që pa ma ditë, që ishte bukur për foto, për video, foto fundit, video fundit. Jo, më pëlqen shumë atje se është kështu, qëtësi, edhe kemi parasysh që kam qirë të vendet. Ta me papagalla. Shanë poka me ta me papagalla. Sa herë që të shikojnë, vinë atje të afrojnë, të thonë të bësh foto, i thua jo, këmgullin. Okej. Po kur ma huri tjetërin shpatu këtu papagallin edhe në qirtë me ato themët. O, sa më thej që ndo ikin për pakor. S'dua ti i kidon. Por i këtu I kivejko. Do me ishti pa mua, mo. Eri këto, do foto me papagallë. Pak po nisemi, vendin dhe Drekës, të doni. Lokët i kam larë dhe janë bërë pak si skandal vendi. Dhe do presim taksin që të na çojë në aeroport. Ay, la mano. Es que fue una caída, imagínate una montaña bajándola rápido y se me desengancharon los esquís, se me quedaron arriba, un chico me ayudó, me lo bajó y yo me golpeé el dedo Ka që kishte të çako, i ke tash. derecha encima que yo me preso. Y ahí me hice mucho daño, entonces Do shkojmë në shtëpi, pero do shkojmë te fëmijët, na ka marrë malli, ka ardhe herë nga dashuria, që do shkojmë paktën do kënaqemi me atje. que es un traumatólogo especialista de la mano. Të dolën purët që mora atje, që sa bëjnë këto? 223. 223 duar. Nasıl jo? Do të them gafën e radhës. Ja, polën. Qyqja njerës lash nav. Më duket pas kam nevoj për syze. Atje te ku vullos pasaportën, don? Nuk e të duk si ku kishte gjam sipër. Edhe, jo, ndojshë të avija pasaportën poshtë, që është një, më them, kishte një ndarëse kështu, një kështu të gjatë, edhe më vendosë se poshtë pasaportën, ose t'ja e pjesi, për se s'kishte gjam fare. U mendova se
nga ndarësja dhe sipër, nuk, do me thënë, sikur ka xham. Edhe, unë do ishte të avion në poshtë pasaportën, nesër, ja jap në poshtë, thunë, kryen ajo punë, edhe ndërkohë shikoja, se më pyeste nga je, kështu, Shqipëria, ndej këte më fliste spanisht e thosh, ja, që s'di fare, nesër, në një moment më jep pasaportën nga sipër, kështu, unë ja bëra kështu, me mendimin si kur dënë, ma dha pasaportën nga sipër, unë ja bëra se kujtoja se kishte gjam. Kujtoja se kishte gjam, thash po kjo qëve. Ua, lashna, ati kuptova që s'kishte gjam. Dhe ati kuptova që më duket se kam nevoj për syze njerës. Aeroporti që nga lezetshëm, por shtrenjt, shumë shtrenjt, ekstrem shtrenjt. Tani do futemi në avion, pam dhe Eurovisionin deri këngën në fundit që ishte Shqipëria, por nuk pam rezultatin. Do vini në hapë se di që do në mbaj një orë në avion kotë së koti dhe për një orë ajo do meret vesh se kush ka fituar. Edhe ne 10 orë tani do rrim aty në avion dhe s'do dim rezultatin. O zot, inshallah, të ketë fituar Shqipëria. Si të tjetë avionin ku hapë të tjetë? Qa erdi autobusi. Do zoti fiton Shqipëria. Do futemi në autobusi për fundim njerë, pastaj do shkojmë në avion. Doni tha do futemi direkt, tha. Sa poshtë. Kemi arritur në aeroportin e Frankfurtit dhe po bëjmë xhiro vërdall këtu në aeroport. Kemi ora tani, sa kemi? Nja 2 orë që bëjmë xhiro. Gati, 11 ca është ora, në 9:20 arritëm. Dhe kemi fluturimin për në Tiranë në orën 9:10 të darkës, a 9:30 të darkës. Kështu që kemi gjitha të orë që të qëndrojmë këtu. Bëjmë gjiro njerë, pasaj do gjemë në një vend të shtrimi të flejmë. Të geti jonë që jemi të zeja, ishte goxha qetë. Këte që zbritëm poshtë, se kaluam edhe kontrolin e pasaportës këtu poshtë, se donim të zbrisnim të shikonim, pas ka goxha njerës. I fillim menduam me donin që të dilnim këtu në Frankfurt, me që kemi gjitha të orë, dhe të shkonim në qytet dhe të bënim në qendër dhe të bënim xhiro, të pinim në i kafe. Pastaj kujtuam që është e diel, dhe këtu të djenave po thuaj se çdo gjë është mbyllur. Edhe lera më mirë. Se dhe po të shkojmë, do të shpenzojmë, edhe? Kështu që më mirë qëndrojmë këtu në aeroport. Ja, sa të lodhemi një qik edhe ikim mjafuzim gjuhit. Fix. Do një fjeti një ca orë, unë mundova të editoj Reelsa, vajtë ora gati 5, vajtë ora 5. Kemi që në Shëngjezi, kemi dhe një 4 orë tjera, morëm... Hengërëm sanduiç si fillim në një vend tjetër, do një nuk u ngot. Da, do një. Të më shmende, vetëm për të ngreme kemi. Do tjetërën më. Të kështu nga i kanë hedhë, more, shive. Donë. Bjerë bjera të patate. Të qështë nga i kanë hedhë. Bjerë patate. Dhe njerëz jemi në Shkodër, arritëm na priti Shkodra me shi, ka rënë gjithë natën dhe gjithë mëngjesin sot. Erdhëm kur arritëm ne në orën 2 të natës, në orën 1-2 s'mbaj mend fix. E di që erdhëm dhe fjetëm dhe u çova tani në mëngjes dhe kam filluar të editoj
videon që ju ta shikoni sot. Do dali shumë e gjatë dhe uroj të keni durimin, ta keni patur durimin tani që keni ardhur në fund dhe e keni parë gjithë videon dhe uroj ta keni pëlqyer. Uroj që pak a shumë t'ju kem përcjell ato momente që kemi kaluar në Punta Cana dhe të keni kuptuar dhe ju se si është ai udhëtim, ja super vlen. Ne kemi vajt me agjencin si gjithmonë Noa Travel, siç ju kam thënë. Oferta ishte super e mirë, gjetëm me çmim shumë të mirë. Kështu që shkoni dhe shikoni ofertat, sepse gjithmonë Noa Travel ka ofertat më të mira në treg, por ka dhe resortet më të mira. Kështu që shkoni dhe shikojeni. T'ju flas pak a shumë 2-3 fjalë për resortin. Ishte në Bavaro, quheshe Grand Bavaro Princess dhe nga gjithë ato që pam ishte më i miri dhe më bëhet shumë qefi që morëm këtë resort, sjodhëm këtë dhe nuk vajtëm në ndonjë tjetër. Ma sugjeroi Noa Travel dhe ja super vlente, kishte 10 restorante. Nëse doni të bëni dhe ju ato gafat që bëra unë, se unë doja të provoja çdo kuzhinë të gjitha restorantet. Kishte restorant aziatik, japonez, atje ku lostaj me shpatat, shpatat me thikat. Pastaj kishte restorant indian, kishte restorant italian, restorant meksikan. Qa tjetër kishte? Nuk mbaj mend. Kishte restorant te plazhi, restorant afër dhomave. Kishte restorant 24 orësh që nuk e provuam. Pra kishte pafund. Pastaj pishinat ishin super të mëdhaja, kishte të pjesa fëmijëve tjetër, të pjesa familjare, do më thënë që ishte e madhe, dhe më vjen i natë se tani e kuptova që s'kisha bërë video që t'ja tregoja sa bukur ishte atje tek pishina ku ishin të gjithë familjet që kishin fëmijë, pra që të shkosh me fëmijë, ja super vlente. Okej, është shumë udhëtim i gjatë, ndoshta është e lodhshme për fëmijë të vogël, por ja vlen. Nëse keni fëmijë të qetë që ju qëndrojnë në avion, ja vlen. Fëmijët e mi nuk duan me të udhëtojnë me ne, se janë rritur dhe duan vetëm kur jemi kështu me grup dhe shoqëri, dhe prandaj nuk donin që të vinin. Pastaj, qa tjetër doja t'ju tregoja? Shërbimi ishte 10/10, ushqimi ishte 10/10, pastërtia dhe çdo gjë. Mos harroni të merrni ilaç për mushkonjat, se gjithmonë kur udhëtoni në këto vende tropikale të jeni të përgatitur dhe të merrni ilaç për mushkonjat dhe krem SPF me patjetër. Ne kemi harxuar 2 kremra SPF 30 dhe bëra gabim që nuk mora edhe kremin SPF 50, sepse dje goxha dielli dhe pse temperaturat nuk janë shumë të larta, do të thënë deri në 32-33 maksimum i shkonte temperatura, por dielli të përcëllonte, kështu që njerëzit jeni të përgatitur që mos të digjeni të merrni krem SPF. Dhe nëse shkoni në Punta Cana, mos harroni të bëni atë turin, të shkoni dhe të shikoni ishullin Isla Saona ose Saona Isla, se nuk e di, quhet dhe kështu dhe ashtu më duket, dhe të shikoni ato vendet dhe ujin kristal që ka i vend, atë parajsën e vogël që ka i vend. Pra më pak fjalë, ja super vlente, jam kënaqur dhe e kemi shijuar në maksimum. Ja u sugjeroj me pak fjalë, ja super sugjeroj. Dhe kaq, tani ju mos harroni të bëni subscribe dhe tham që duhet të shkojmë 100.000 subscribers, të vëm kështu qëllim që t'ja tregojmë Donit që ne mund t'ja dalim, se Doni thotë që nuk do shkosh dot deri në shtator 100.000 subscribers, por ne, unë dhe ju bashk duhet ta vërtetojmë që do shkojmë më shpejt se në shtator 100.000 subscribers. Tani ne do shihemi, besoj, në video në radhës që do jetë video me snacks. Besoj që do bëjmë me snacks nga Punta Cana. Faleminderit shumë që më ndoqët dhe në këtë video. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Mos harroni të komentoni çfarë doni dhe ne bashkë do shihemi në video në radhës. Pashim!